të ngjitena, tojnë hujina, për vaditona, grunin mistrina, të shtojnë bukëna, dulëzojnë fshatina, me qojnë venina. Midis maleve të larta të qidhmës në rrethën e Dibrës, rjedhin ujërat e setës. Kanë rjedhur kot ujërat në shekuj, megjithse për ato kanë patur aq nevojë tokat, kanë patur aq nevojë bujqit. Për banorët e këtyre anëve sot është ditë feste. Megjithse në një terren shumë të vështirë, partia dhe pushteti vendosën hapjen e një kanali 45 km të gjatë që në tokat e kooperativave bujqësore të vinë ujërat e setës. Ky lajm i madh gëzon thellës se i cilin kooperativist, të cilët nga tokat në ujë do të rrisin më tej rendimentin e prodhimeve bujqësore, do të marrin nga toka më shumë misër e prodhime të tjera. Ujitja e tokave në rrjedhën e setës që një ëndër e gjatë që paralizohet vetëm nga pushteti popullor. Ujë në toka tona, edhe vitet e shtyjnë në plakun e vegime të largëta para çlirimit të dheut. Në shekuj i punuan kështu në këto toka gjyshërit edhe stërgjyshërit tanë. Në kohën e mbjelleve të misrit në ara punonin të gjithë, që brazdat mos avullonin atë pak njëmësi, atë pak vlagë që kishin. Hapën me mira brazda, si rudhat e tyre në balë, po kur nuk mbushën dot një hambar me misër, kur nuk shuan urin. Tokat vonin për ujë, megjithse atetej rrithte lumi i setës. Pak ujë ne kishim, megjithse gurgullimet e lumit i dëgjonim te i maleve. Etje kishim ne, etje kishte edhe toka. Si bulëzat e stërkaleve që përplaseshin pas shkëmbit edhe sërish binin në lumë, ashtu shueshin ëndrat e fshatarit. Ne ironitnim koçanet në netët e gjata të dimrit për t'i bluar në mokër për pak buk. Duke rënitur misrin çdo kokër në duke i një bulës djerse nga balli ynë. Ndoshta nuk do t'jetë gjithmonë kështu, thosh dikush. Në të kohëra këto biseda për misrin, për bukën, për jetën, nuk soseshin kur. Ato kalonin si një trashëgim i rënd nga të vjetrit e këtë rinj. Fëmijët tanë nuk do të rojnë si stërgjyshrit dhe gjyshrit e tyre. Ata do të jetojnë në kohë të tjera, në kohën e partisë dhe të shpërthimeve të mëdha. Këto shpërthime e ndan një herë për gjithmonë të kaluarën nga e tashmja. U tronditën edhe skutat më të errëta. Shpërthimet e mëdha se një lajm i gëzuar u shpërndan në të katër anët e krajinës. Dita e parë e fillimit punimeve për hapjen e kanalit të setës ishte një ngjarje jashtëzakonshme.
Lajmi I fillimit punimeve u prap fshat në fshat, kull më kull, së mbeti zëmër pa u ngazulluar. Brigadet e para nisën punën, jo në një pik, por në disa fronte. Këtyre anëve me natyrë të egër ku tingëlluan vetëm tingujt e qiftelive, lindi edhe një melodi e re, ritmi I vareve dhe I barominave. Kjo që e një gjë e bukur, shumë e bukur. Në brigatat punëtore filluan të vijnë edhe vullnetar të tjerë. Mjetet qenë të thjeshta, e filluan punën me një vare, me një baromin, me krah, por me shumë optimizëm. Në kullat e malsorve tani fryn tjetër flad, zëmrat e fshatarve gëzohen. Male do të qajen, tani këtë e beson se I cili, ujit do të vijë, sepse ky është vendimi I partisë. Por në punë e sipër, lindin mendime e shqetësime që të prishin edhe gjumin. Asistent inxhinieri ore qast mendon për bisedet e fshatarve, mendimet, sugjerimet e tyre që të sjellin sa më parë ujin. Ata janë gati të punojnë ditë e natë. Shokët kanë bërë shumë propozime, edhe Beqir Kalis ditët e fundit I ka lindur ideja e shkurtimit të fatit, ide që sa vjen e kristalizohet dhe I bëhet e qartë si drita. Para syve të specialistit, planet në letra kthehen në shkrepa, gërgje, pone, ashtu si është vendi ku do të kalojë kanali. Ideja e re mund të hidhet në planimetri edhe nesër, po cili mund të presë deri atëherë? 500 metra kanal në shkëmbë. Sa shumë kohë duhet hapet vendi, duke punuar vetëm në 2 pikat ekstreme. Duhen krijuar më tepër se 2 fronte për të shkurtuar afatin e çeljes kanalit. Por më parë, duhet përcaktuar profili I faqes shkëmbore. Beqir Kalia mendon se në faqen e malit mund të hapen disa porta tunelesh. Çdo pikë e re jep fronte të reja, jep mundësi të mëdha. Llogaritjet tregojnë se në këtë mënyrë afati I punimeve shkurtohet shumë. Të hapej tuneli në disa porta dhe që ato të takoheshin në zemër të malit, donin një kalkulim dhe llogaritje të saktë. Gjithçka po shkon mbar.